Një veprim i zakonshëm çon në plakje më të shpejtë. Të gjithë e dimë që gjumi cilësor është i mirë për shëndetin tonë dhe ekspertët rekomandojnë të flini 7 deri në 9 orë gjumë çdo natë. Rezulton se gjumi i dobët, i cili është një veprim i zakonshëm për shumë njerëz, jo vetëm që ju bën të ndjeni të lodhur, por gjithashtu mund t'ju bëjë të plakeni më shpejt. Kjo u vërtetua nga një hulumtim i kryer nga Instituti Karolinska në Suedi. Më shumë se 27.000 njerëz nga Britania e Madhe të moshës 40 deri në 70 vjeç morën pjesë në hulumtim. Shkencëtarët analizuan të dhënat nga skanimet MRI të trurit të tyre dhe sjelljen gjatë gjumit. Ata zbuluan se njerëzit që kishin gjumë të dobët kishin tru dukshëm më të vjetër se sa pritej bazuar në moshën e tyre. Kjo çon në humbjen e indeve të trurit, hollimin e korteksit dhe dëmtimin e enëve të gjakut. Sigurisht, një moshë e trurit që është më e lartë se mosha juaj aktuale do të thotë që po plakeni me shpejtësi, gjë që gjithashtu mund të çojë në rënje më të shpejtë njohëse, një rrezik më të lartë të demencës dhe madje edhe një rrezik më të lartë të vdekjes së parakohshme. Lajmi i mirë është se mund ta zgjidhni këtë problem shëndetësor duke ndryshuar zakonet tuaja të gjumit. Sigurohuni që të flini 7 deri në 9 orë çdo natë. Kufizoni konsumin e kafeinës dhe alkoolit dhe zvogëloni përdorimin e pajisjeve elektronike para gjumit. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.